Përshëndetje, përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin. Fillimisht një herë ju uroj të gjithëve një të diel të bukur, një të diel energjike, një të diel me shumë dashuri. Do me thënë ditët e bukura nisin me gjëra interesante, me gjëra të bukura, por si që duket në këtë Big Brother gjërat nuk po shkojnë. Nata e mbrëmshme ishte një natë që ndryshoi rrjedhshmërisht lojën e banorëve brenda në shtëpinë më të famshme shqiptare në Big Brother. Kristi nuk u largua nga shtëpia. Kristi qëndroi brenda në shtëpi, do me thënë produksioni si që duket e ka bërë një lloj prenku, një lloj loje. Tani a për klikime, apo vërtet Kristi e ka ndjerë këtë gjë, do ta shpjegon Kristi në vazhdim, por nga mimikat që Kristi hedh në fytyrën e vet, do me thënë nga lëvizjet që Kristi bën në fytyrën e tij, kuptohet që nuk e ka patur me gjithë dëshirën e madhe për të larguar nga shtëpia, por gjithsesi, në qoftë se Kristi do të largoheshte nga shtëpia në këtë pikë të lojës, loja nuk do ta kishte kuptimin e njëjtë sepse është një nga banorët më të suksesshëm dhe më të dashur si për publikun ashtu edhe brenda i dashur në thonjza për shtëpinë. Çfarë ndodh? Tani Kristi u kthye në shtëpi. Normal, ju prish komoditeti Mirit, ju prish komoditeti Rogertit, por mendoj që më së shumti u prish komoditeti Mirit, sepse zënkën e fundit, dinamikën e fundit, Kristi e ka patur me Mirin. Çuditërisht, më duhet ta them edhe një herë, do me thënë të ripërsëritem, natën e mbrëmshme në kuadër për lojën e Kristit nuk e kishte të drejtën si që duket as kush të flet. Do me thënë nuk e kishte të drejtën as opinionisti, nuk e kishte të drejtën as banorët, nuk e kishin të drejtën as një njeri përpos Ledion Liços, i cili vendosi që në fund të prajmit ta rikthen Kristin brenda shtëpisë së Big Brotherit që të mos kenë banorët mundësinë për ta komentuar apo për të dhënë ndonjë fjalë, nëse do ta quanim pa drejtësi apo drejtësinë këtë gjë. Tani, biseda që po dëgjoj sot, në fakt në shtëpi, që në momentin e parë kur jam zgjuar dhe që kam dëgjuar në fakt edhe gjatë orëve të vona mbrëm, ishin të tipit që Kristi ka marrë informacione, Kristi dije se çfarë po ndodh jashtë, Kristi pati një lloj pushimi në një farë mënyre. Dhe realisht pati një lloj pushimi. Unë mendoj që Kristi është bërë update. Dhe tani është gati më për të luftuar, është gati më për të qenë në qendër të vëmendjes, është gati më për të sjellë te publiku atë lojën që publiku e kërkon. Nuk do të jetë lehtë për Rogertin, por e shikoj që Rogerti nuk ka qëndrime të ndryshme, do të thënë i ka ato qëndrime strikte të vetat. Sot ndoshta rihyrja e Kristit e trëmbi pak Rogertin dhe është zgjuar i pari nga gjumi, ka zgjuar të gjithë banorët e tjerë, ka bërë kafen, ka ndruar baterit, do me thënë e shikoj që ka filluar të bëhet më shumë aktiv në lojë dhe ndoshta ndryshimet e natyrës që her pas here i ka Rogerti tregon që është rob i mirë, do me thënë, por e ka përzgjedhur lojën negative. Në anën tjetër, Miri është zgjuar i thyer, sepse Miri ka kaluar le ta themi dy momente të vështira brenda shtëpisë së Big Brotherit, ditën e djeshme, me patjetër që ka patur dinamikën më të madhe me Kristin, zënkën më të madhe dhe reptësisht, do me thënë, nuk ishte dakord që Kristi të rikthehet në shtëpi, sepse banorët me patjetër që duan t'i nxjerrin jashtë, por ka dhe këtë zënkën dhe këtë thyerjen me Selinën. Tani, çfarë kam arritur të kuptoj? Selina, që nga momenti kur u shkatrua me Mirin, do me thënë që prishën këto aleancat, ajo u afrua më së shumti me Kristin. Dhe pyetja që unë tash do të adresoj tek publiku është kjo. A i kemi dy grupe të ndara? Kristin dhe Mirin apo Rogertin, sepse në atë grup janë dy pika që mund të vëmë emrin Miri dhe Rogerti që duan të bëhen lidera, dhe kemi dhe Kristin në anën tjetër që është bërë lider i grupit të tij, që është domethënë komplet pothuajse gjysma e koltukut tjetër
ku ulet Selin dhe Gimbo. E shoh mirë pak të tensionuar sepse i ka ndryshuar loja, pres që të ketë debate të zjarta ditën e sotme, për shembull e pres Rogertin që të provokoj Kristin duke ja vënë në dukje energjinë e tij, duke ja vënë në dukje fuqinë e tij brenda lojës dhe durimin brenda lojës, nga që janë këto kartat që më së shumti në fakt përdoren brenda shtëpisë së Big Brotherit, dhe njëkohësisht e shoh dhe Mirin i cili mundohet që të jetë në qendër të vëmendjes me diskutime, por lëvizja që bëri Selina atë e ka trembur shumë, sepse unë e kam thënë në ditën që jemi, Miri e ka shumë të vështirë të ndërtoj lojën e tij. Do të thënë trekëndshi, unë do ta quaj këtë trekëndësh, Rogert, Miri, Kristi, do të cilin shumë dinamika brenda në shtëpi, i pres shumë të zjarr, do të thënë e pres trekëndshin finalist, këto janë trekëndshi finalist, të cilët luftojnë për të qenë në finale dhe luftojnë për të nxjerrë të gjithë banorët e tjerë. Mendoj që Kristi nuk do ndikohet shumë nga debatet, do qëndrojë më i heshtur, do qëndrojë më i tërhequr ashtu siç e ka natyrën. Pres që Rogerti ta provokoj më së shumti, sepse edhe mbrëm në fakt nuk e pritën fare mirë dhe ne nuk do të presim që ta presin mirë Kristin, por mendoj që loja pa Kristin, me të gjitha aleancat që janë krijuar, nuk ka kuptim, sepse Kristi është një banor shumë i rëndësishëm për banorët e fuqishëm brenda shtëpisë dhe realisht nëpërmjet lojës së Kristit ne mund t'i detektojmë edhe kush janë finalistët e këtij Big Brotherit, sepse banorët e kanë marrë lojën shumë në personale dhe kur i kanë zënkat i kanë në personale. Nuk e di domethënë tani se çfarë do t'i thotë Miri Kristit, sepse e shoh që po mendohet sot gjatë gjithë ditës se si do fillon konfliktin me Kristin, a do të plasin në konflikt fizik, sepse marrëdhënia që kishin, domethënë plasin në konflikt fizik, dhe pyetja që në fakt ju drejtua të gjithë produksionit në këtë rast është a do të falin më Mirin, Rogertin dhe Kristin, sepse tani ka një zënkë shumë të madhe. Presim në ditën e vazhdim. Unë kështu në fakt e shoh këtë lojë, kështu e studioj këtë lojë dhe shpresoj që këto banorë të nxjerrin më të mirën. Domethënë grupet u shkatruan, aleancat u shkatruan, loja ka filluar të bëhet shumë e egër, loja ka filluar të bëhet shumë e inatosur, banorët kanë shumë lefe dhe inate me njëri tjetrin, gjë të cilën në fakt nuk e tolerojnë në asnjë lloj mënyre. Le të shohim se çfarë po ndodh. Le ta ndjekim tani hap pas hapi Big Brotherin. Unë do të them që tani ka filluar loja në Big Brother, tani janë rritur tensionet, janë 100 ditët të fundit që banorët do t'japin energjinë maksimale të tyre për të dalur finalist, por e shoh që loja e Kristit tani do t'i ndryshon të gjitha gjërat brenda shtëpisë dhe do të sjellën një lloj risie që ndoshta banorët do të befasohen se nga ku erdhi Kristi me kaq kreativitet. Unë në fakt i besoj zgjuarësisë së Kristit edhe i besoj lojës së Kristit.